Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, sot të jemi me një ngjarje prej ngjarjeve kryesore të historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është një ngjarje që nuk ka mundësi mu përmend në segment i jetës të pejgamberit alayhi salatu wassalam pa u ndërlidhur me këtë ngjarje, sepse është ngjarje e cila shpërfaq gjithçka që ka qenë e mbulut edhe e maskuar deri në këtë kohë, shpërfaq gjithçka. Pastaj edhe shpërfaq shumë realitete, edhe i largon shumë mjegulli. Mirë po, edhe është Yaumul Furqan, dita e ndarjes, kur është ndarë vërteta prej të pavërtetës. Është ngjarje prej ngjarjeve më emocionale që e përshkruajnë jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Është plot emocione, është edhe plot krenari, nganjëherë është e shoqëruar edhe me frika, sepse kur hyn në këtë ngjarje edhe nuk e din se çish po përfundon epilogu i ngjarjes, normal që në disa pjesë dhe segmentet kësaj ngjarje e keni frikë se çka do të ndodhë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra është fjala për ngjarjen e madhe, luftën e madhe, jo vetëm luftë, po më tepër se luftë, ajo është betejë e Bedrit. Pasi që pejgamberi alayhi salatu wasalam vendos stabilitet në Medinë, edhe e merr komandimin e Medinës, vendos leq, rregull dhe rend Medinë, tash është ardhur koha edhe është po e nevojshme që me sigurua dhe rrethin e Medinës, sepse Medinja mirë, stabile, edhe e rregulluar me leq e me të gjitha, mirë po rreth Medinës jetonin fise të ndryshme, fise të cilat në çdo moment ekzistonte mundësia që me hynë aleanca me mushrikët e Mekës, edhe me i bona i fardami pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dërguari Allahut nuk rrinte duar kryq, u përgatit mirë, u përgatit edhe ushtarakisht, edhe po i fillon lëvizjet e para ushtarake dhe strategjike tash. Sepse erdhi koha ku mundët që tash pejgamberi alayhi salatu wasalam jo vetëm mu mbrojt, po edhe mu marr edhe me i evitu rreziqet të cilat mundën me ju kanos Medinës edhe muslimanëve që janë në Medinë. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam për strategjive të para, pasi që e rregulloi Medinën, është se bënte aleanca me fiset rreth Medinës, deri në detin e Sodit, ku e ka Medinja detin afër që quhet Jembo, gati rreth 200 kilometrave është largësia, domthonë që perimetër parafërsisht fiset që jetonin rreth Medinës bënte aleancë pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta, që mos me i ndihmu mushrikëve, edhe mos me sulmu Medinën, ndashi me qenë rahat edhe mos me sulmu asna. Edhe kështu gjitha fiset pothuajse e mirëpritnin marrëveshjen edhe hynin marrëveshje me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, pika e dytë, domethënë pika e parë marrëveshjet me fiset rreth Medinës. Pika e dytë po don pejgamberi alayhi salatu wassalam me ja u bën rrugët e tregtisë mushrikëve të Mekës të pasigurta. Mora jemi në luftë, mirë atë rrugët e tregtisë, arteriet kryesore të furnizimit, tregtisë, mallit, pasurisë që ju shkon me kasve, prej sa dhe tuti do të keni të pasigurta. Pse? Sepse jeni në luftë, përderisa neve s'po na lëni të sigurt, edhe përderisa po e cenoni sigurinë tonë, andaj edhe ne s'kemi mbulon rahat juve, edhe filloi pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj me ekspeditat ushtarake, gjithashtu e shfaqi forcën Medinë. Tonë boni disa burra, të cilët ishin në gjendje që natën me i thirrë çuno, me i marr armë, domethënë si ushtria e Sodit, me i marr armë edhe me qenë të gatshëm vetëm me marr urdhrin e ku me shku. Me këta, pejgamberi alayhi salatu wasalam me javshu gjitha shpresat jahudive Medine se ma nuk mundi me bëu diçka. Çfarë dush forcë me pas jo, nuk mundi më bëu diçka, po edhe munafikët Medinës, po edhe i dhujtarëve që ishin në Medinë dhe rreth Medinës, por më tregu që tash na nuk është që e kemi vetëm forcën e fjalës, edhe Davidit, po na e kemi edhe forcën fizike dhe ushtarake. Po sot dhe tutje flasim ndryshe. Edhe kështu pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam në kuadër ose në sazat të këtyre të pikave filloi me dërgimin e ekspeditave të ndryshme ushtarake. Dërgon ekspedit ushtarake në një vend, në një rrugë atje për me i tregu njerëzve se pejgamberi alayhi salatu wassalam
nuk është duke nejtë durkërish, edhe është e përcjell situatën, edhe është duke e shpërfaq forcën përballë atyre që mundën me paraqitë rrezik për Medinën edhe për muslimanët. Dhe kjo forcë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, e cila u menaxhu mirë, u organizu mirë, edhe u shpërfaq mirë, se nganjëherë dikush është i fortë, i fuqishëm, po nuk din me tregu forcën e vet, ose nuk din me i tregu kapacitetet e veta. E kështu që ka nevojë dikujt me i tregu, me thonë ti je më i madh, ti je më i fortë se sa që po tregohesh. E pejgamberi alayhi salatu wasallam le që e menaxhoi mirë këto, po dhe e shpërfaqi mirë. Saqë në luftën e Bedrit, kur kanë kërkuar mushrikët ndihmë prej disa fiseve që i kanë pasur rreth Mekës, kanë thonë nëse jeni të luftu me Muhamedit na vini ju ndihmojmë. Ama nëse jeni duke luftu me Zotin e Muhamedit, s'ka kush që e mund Zotin e tina. Domthonjë pse kanë filluar me u bindë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka një Zot që adhuroni, në nështrohet, i cili e ndihmon. E kështu që kur hin luftë me Muhamedit alayhi salatu wasalam, nuk e himo vetëm me to, por e hin edhe me Zotin e tij. Mirë. Luftës së Bedrit, të nderuar vëllezër, i paraprin çdo zhvillimi, po i paraprin edhe ekspeditat e ndryshme. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po fillon tash ka 3-40 sahabe, nganjëherë 100, nganjëherë 150, me i dërgu me bloku rrugën e cila ka lënte nga Medina prej Shamit për në Mekë, në mënyrë që me i bloku karavanat e tregtisë dhe të mallit mushrikëve dhe me i marr. Pse me i marr? Po pejgamberi alayhi salatu wasallam me këto nuk duhet më u kriju përshtypje dikujt se e kaloi të rolin e cubave. Hajde dalmi në rrugë, ja prejmë rrugën dhe ja morrim mallin. Jo, se këto nuk e ka bën me kërkant. Këto e ka bën vetëm me kurajshitet e Mekës, për dy arsye. Arsyeja e parë se këta janë luftë. Po pejgamberi alayhi salatu wasallam me mushrikët e Mekës është luftë, sepse për çka iki prej Mekës për mos me vrah. Edhe iki prej Mekës e la Mekën në Medinë. Domthonë jemi gjendje lufte me ta, edhe kështu që unë armikun tash sot muje dëmtoj. Edhe është dopsi, është çuçanllëk, është menaxhim i keq kur dikush e tregon butësinë karshi armikut, edhe atij që është në luftë me ta. Sikurse është ligështi, edhe është idiotizëm kur dikush tregon forcë edhe vrasësi karshi mikut edhe atij që s'ka probleme me to. Domethënë secili vend edhe secila shtresë e njerëzve e lyp se qysh mos sjell me ta konform sjelljes edhe konform pozicionit të tyre. Kështu pejgamberi alayhi salatu wasallam e dërgoni në ekspedit në krye me Hamzën radhiyallahu anhu, 3-40 burra deri te deti gati Mrin. Domthonë e kalojnë Bedrin e sodit për me ja pri rrugën i karavanit të mushrikëve të Mekës, mirë po ata e dredhin udhën dhe nuk takohen. Pastaj e dërgon një ekspedit tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam, e cila i kishte 30 burra, ndërsa karavanin e mushrikëve udhëheshte Abu Jahli. U takun boll për boll njëri tjetrit, edhe kishin vendosur që me luftu dhe m'ia marr pasunit për arsye se në Mekë, për më herët harrova me thon, pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë veprimin që me u prej rrugën karavanave të mallit të mushrikëve, domthonë e boni me për dy arsye. Arsyeja e parë tham që ishte në luftë me ta, edhe arsyeja e dytë është se ata ja kishin plaçkit mallin edhe pasuninë që kishin lënë Mekë. Ku është shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Ku është shtëpia e Abu Bekrit? Pasuritë e tyre ku janë? Në dorë të dhujtarëve në Mekë që ja plaçkitën. E kështu që na keni plaçkit, pi plaçkitëm. Jemi në luftë, jo po doni më na dëmtojnë, ju dëmtojmë. Edhe tash kur përballet ekspedita e muslimanëve 30 burra me karavanin e Abu Jahlit, i cili ka prej Abu Jahlit që kanë qenë 100-150, hyn mes tyre një person edhe i cili ka pas marrëveshje edhe me i dhujtarët e Mekës, ka pas marrëveshje edhe me banorët e Medinës, edhe këto nuk kanë mujt me luftu. Domthonë ai ka hinë mes që mos më bë lufta dhe nuk janë ballafaqur. Karavani ka ecë në Mekë, ndërsa sahabët janë kthy në Medinë. Pastaj është një ekspedit të cilës i ka paraprin pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm, kryet të 150 burrave. Këtë ekspedita pejgamberi alayhi salatu wasalam i merrte vetëm muhaxherët, sepse i shmor vesh me ansarët që jo më mbrojt mua brenda Medinës. Jashtë Medinës nuk e kanë pas obligim. E kështu që gjitha ekspeditat i bënte me muhaxherët. Edhe dëgjon pejgamberi alayhi salatu wasalam se është një karavan i madh i mallrave që është nis prej Shamit për në Mekë, të cilit i prin Utbe ibn Rabia, njëri prej kokave i dhujtare edhe armikët të pejgamberit alayhis salam.
Mirë po donë Allahu mos mu taku, ata e dredhin udhën, kur më rrinë pejgamberi alayhi salatu wasalam në pikën që e ka para pa, del që karavani ka ecë dhe ka shpëtuar dhe kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i dërguari Allahut e porosit Abdullah ibn Jahsh, njërin për shokëve të tij, që me shku deri te Mekka, me tentu mja u prej dhe rrugët e Jemenit. Të mon thjesht me i tregu Mekës nuk jeni më të sigurt. Unë që tash jam në gjendje juve, më javë rreziku ekonominë e juve, më javë rreziku të ardhurat e juve dhe pasunitë e juve. Kështu që mos mendoni që jeni të sigurt prej neve, sikur se na nuk jemi të sigurt për juve. Edhe Abdullah ibn Jahsh me ata burra që i ka pas, ja prejnë udhën në karavanit i cili u kontor për Jemenit me modra, edhe në zhvillim e sipër i vrojnë 2 persona edhe 2 i zojnë robë dhe ja morrin mallin që është dhe e binë Medine. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, mos ju urdhëru kështu, mos ju urdhëru me vrau. Pse keni vrau? Kjo ka ndodhur në ditën e fundit të mujit Rajab. Muji Rajab është prej mujve të shenjtë që nuk është leju luftën ta. Edhe tash kanë filluar dhujtarët me thonë Muhamedi sjanin për shejtëri hiç. Ne që i ka prish besimet e baballarëve tonë, po dhe traditat e baballarëve tonë aty shkel. Kur s'kena luftuar mujin e Rajab, mujt e shenjtë që ai mujt e Rajab çka ka. E Allahu ja çon se përgjigje ajeti në surën Bakara ku thot yes'alunaka ani ash-shahri al-harami qitalin fi. Pyesin ty o Muhammed për mujt haram, mujin e shenjtë, luftën ta. Thuaj atyre se lufta në mujt e shenjtë është e rënë. Është shkelje e rënë që nuk lejohet. Mirë po, me i pengu njerëzit prej qabës, me i largu prej shtëpive të veta, edhe me i shti me zër me lënë fenë e vërtet, mu kthyn fenë e dhujtare, kjo është më e rënë se sa lufta në mujt e shenjtë. Domthonjë, nëse me të vërtetë ju s'doni me shkel rregullat, do doni me respekto rregullat, atëherë ju i keni shkel 100 herë më shumë se sa ai që i ka shkel, që ka bërë luftën në mujt mujin në Rajab që është muj i shenjtë, edhe pse kjo ka ndodhur pa rekomandimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu njëna për ekspeditave që pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka dërgu, këto ekspedita gjitha kanë qenë ka ona e Bedrit, se Bedri prej Medinës është ka ona e detit, edhe rreth Bedrit ka kalu rruga Sham Mekë. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam në çdo ekspedit që delte, që i përmendëm këtu, edhe pse nuk takohej me karavanat e mushrikëve dhe me marr mallin e tyre, bante marrëveshje me fisët që ka lënë të rreth tyre, për shembull me fisin Beni Medleq, me fisin tjetër, me fisin që ka jetuar në vendin e quajtur Ashire, ka bërë marrëveshje që mos me luftoni njëri tjetrin edhe mos me lën dikan që përmes juve më na luftoni neve. Mirë. Edhe ky karavan ju ik. Sahabëve nuk e takojnë. Domthon kështu don Allahu, sepse në luftën e Bedrit Allahu thot se Allahu ju takoj juve, edhe pse nuk e keni bë plan, edhe nuk keni menduar që keni më u takuar në luftë, mirë po Allahu ju takoj. Domthon më herët takimet mes muslimanëve dhe muslimanëve nuk kanë qenë parapona në caktimin edhe ndijen e Allahut të lartësuar për shumë arsye. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e takon karavanin dhe mushrikëve bën marrëveshje me fisin që ka qenë në vendin e quajtur Ashire. Mirë po një person i këtij fisi, i cili ka jetu të Bedri i Sodit, i quajtur me emrin Jabir ibn Fihri, afrohet deri nga të Medinës, në lagjet Medinës, i vjedh do deve edhe ik. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e kupton se nuk jemi rahat për deri sa nuk është e sigurt Medinja dhe periferitë e saj. Edhe shkon deri në Bedr, e merr një grup të shokët vet, edhe i shkon mbrapa këtij deri në Bedr. Për me taku këto, me vra edhe me kthy devet edhe delet edhe pasuritë që i ka marrë Medine. Mirë, po nuk e takon. Mrin deri te Bedri. Edhe këto thënë dietarët, kjo është Bedri i vogël. Kjo është lufta e Bedrit e vogël që nuk ka ndodhur luftë, mirë po, ka pas me ndodhur në vendin e quajtur Bedr. Mirë. Mas gjitha këtyne, vjen lufta e Bedrit. Cili është shkaku i Bedrit edhe kur ka ndodhur lufta e Bedrit? Fillimisht lufta e Bedrit ka ndodhur në Ramazan. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditën me 12 Ramazan ka dalë prej Medinës, ndërsa betejë e Bedrit ka ndodhur me 17 Ramazan.
Një ditë a dytë sa I ka bëu, pastaj deri sa u pozicionu, deri dhe ditën e 17 Ramazan, që shkon ditë e xumë, ka ndodhur betejë e Bedrit. Në vitin e 2 të Hijretit. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam kur kam rrinë në Medinë, kam rrinë në Rabiul Awwal, muajin Rabiul Awwal. Pastaj është Rabiul Thani, pastaj Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Shaban, Ramazan. Domethënë 6 muaj ose 7 para Ramazanit. E që ky Ramazani I parë I pejgamberit alayhi salatu wasallam, 6 muaj mos I zbret në Medinë, që tu bëhet obligim agjerimi. Edhe agjeron Ramazanin e parë. Ramazani I dytë është në Bedr tash, një vjet e gjys mas Hijretit. Edhe këtu e përmendin disa transmetime që pejgamberi alayhi salatu wasallam edhe sahabët nuk kanë agjeruar këtë ditë. Bele në ditën e Bedrit pejgamberi alayhi salatu wasallam I ka nxit sahabët me prish agjerimin kush shkon agjerush. Për arsye se ka thonë ne ju keni mu taku me armikun që tash na duhet forcë, na duhet koncentrim, edhe hani plus jemi në udhtim, Allahu e ka leju mos me agjeru në udhtim, edhe Omer radhiyallahu anhu thot në 2 luftat që janë bë në Ramazan që ku marr pjesë edhe unë, luftën e Bedrit dhe çlirimin e Mekës, në të dyja ato nuk kemi agjeru. Nuk kemi agjeru, sepse edhe luftë po pse ka qenë luftë për ata kanë mujt me agjeru mirë, po kanë qenë në udhtim. Mirë. Ndërsa shkaku I luftës së Bedrit është pikërisht ajo që e përmendëm më herët, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dëgjuar që prej Shamit është ardhur një karavan I madh I mushrikëve, të cilët I prin Ebu Sufjani, e që thuhet se kanë qenë 1000 deve të ngarkuar. Që nështë me thonë me sot me kontenerat e sodit që e bin mollin, nështë 100 kontenera. Se kanë pas pare, paria e Mekës kanë pas pare. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam sahabeve çonu, që tash ne kemi mundësinë mu hakmar për pasunin që na I kanë marrë Mekë. Ebu Sufjani është prej Shamit, dalim ja prem udhën edhe e marrim pasunin që ne kanë marrë ata. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam as haberin nuk e ka që mundet me ndodh luftë. Lufta e Bedrit. Luftë konfrontim po me Ebu Sufjanin edhe grupin e tij, ama luftë me ardh prej Mekës se ka as haberin, sepse se ka ditë tatmen, po as sahabët nuk e dinë. Edhe niset me 319 burra. Disa thojnë 313, mirë po të arabët është interesant, kur të përdorin fjalën bid'an të numrat, është për qëllim prej 300 deri të 900. Edhe e kanë përmend ka thonë 300 e 10 edhe qëto bid'a. Këtu mundet më konë 313, 315, 317, 319. Mirë po disa transmetimet forta historike thojnë se ja kanë qenë 319 burra. 80 prej tyre kanë qenë muhaxher, tjerët kanë qenë ensar. Edhe u nisën me 70 deve. 300 e so burra me 70 deve që I vjen se 3 persona është dasht me ren me përdor deven. Don ka hyp njëri, pastaj është e gabon një copë rrugë, pastaj tjetri me ren. Edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas një deve vetë I treti. E ka pas me Aliun radhiyallahu anhu, edhe e ka pas me Lubabën. Edhe Aliu radhiyallahu anhu kur I ka ardhur rani me hes pejgamberi alayhi salatu wasalam ka noi dërguar me Allah. Rritin deve na hecëm. Na hesëm, na I natri. A pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë kuj ko 55 vjet. Thot rrin deve se na hesëm. Jo thot, sepse thot ju sini ma të forcone. Edhe unë hesi. Edhe ju nuk keni nevojë, nuk është ju që keni nevojë më shumë se unë për problem. Unë kam nevojë për problem. Kështu që baras e ndajmë rrugën edhe secili pjesën e vet e ecën kam, ndërsa pjesën tjetër në deve. Edhe kur mrinte Bedri, afër Bedrit sodit, I shkon lajm me Ebu Sufjanit se kanë dalë me ta prej udhën. Muhamedi alayhi salatu wassalam vetë 300 e sa kanë dalë me ta prej udhën edhe Ebu Sufjani e lakon rrugën. Edhe nuk ec ka rruga e zakonshme, po shkon shumë rreth detit. Edhe I pështon karavanit. Karavani I pështon. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk u taku me ta. Allahu I lartësum e përmend në surën Anfal, idh ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum. Kur Allahu ju premtoi se njëra prej 2 të mirave ka më kanë juve. Ose keni me fitu karavanin, ose keni me fitu betejën. Wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum. Ndërsa ju po keni qef që ajo që o pathira me mor. E pathira është me mor karavanin. Ndërsa me fitu luftën do të më lodh, dikush vritet, dikush plagoset, dikush ashtu. Mirë, kryesorja tregimi për luftën e Bedrit, Allahu ka fol shumë ajet, ka zbrit shumë ajete në surën Al Imran edhe në surën Anfal.
Bile Surja në fal, shkaku i zbritjes së shumicës së saj është pikërisht lufta e Bedrit. Për arsye se na shfaqen do dispozita të reja, të cilat do të shohim se a mundemi me i marr apo jo. Ebu Sufjani e lakoi rrugën. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hala nuk po e din sigurt se a ka mu taku me Ebu Sufjanin apo jo. Mirë po, Ebu Sufjani e dërgon në Mekë një shërbëtor të vetin që e ka me veti, edhe i thot shpejt me shku me lajmëru Mekës se karavani heci. Pasunia ju heci. Në ka dollë Muhametin rrugë, edhe donë me marë, na vret në shtaneve. Edhe më rinë Mekë. Thot, kur shkësh Mekë, Ebu Sufjani. Anë interesant, ama që përshkruan gjarët e luftës Bedrit, me hynë ta do këtë që për i me je akter ose pjesë e kësoj luftë. Thot, si t'hinsh në Mekë, shko që i teshat. Edhe për para dhe për mrapa, që le të shohin ata se diçka e madhe ka ndodhur dhe të mbledhen më shpejt, domthon mos prit me shku mi mbledh shtëpi për shtëpi. Po hin Mekë dhe teshat e shkashta, edhe të bërtit. Edhe hin Mekë. Thot karavani shkaj. Edhe mbledhen shpejt burrat. E Mekës mbledhen rreth 1000 vetëve. Prej 900 deri në 1000 janë, thuhet që 950, 970 çto bëri. Mirë, është interesant, ka orë disa transmetime se halla e pejgamberit alayhi salatu wasalam, se ka qenë Mekë, e ka poni ëndër 2-3 ditë para se mendoskje. Thotë kom pa ëndër në atë kodrën e madhe Ibn Abi Kubejs, kodra më e madhe e Mekës është, thotë një gur i madh, është rrokollis pe kodrës. Edhe kur kam rrinë Mekë, është thy, është bos pira dhe në secilën shtëpi të Mekës kanë. Edhe thonë, lema çka është kjo ëndër. Pastaj Abasi zihet me fjalë me Ebu Gjehlin këtu, jo është ëndër, s'është ëndër, derisa kur t'i vjen lajmi. Kur t'i vjen lajmi e morën vesh se pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ta i thoni Muhamedi, pas ka dalë me ja marr karavanin që sicilla familje gati e Mekës kishte mallra me karavanin e Ebu Sufjanit që priste me ardhë me bë tregtimet. Edhe e kupton ëndër. Mirë, o mbledhen me kasit gjithë që ishin për luftë. Një pjesë e me kasve nuk e donin luftën. Mirë po, Ebu Gjehli me atë grupën e vetë, Otbe ibn Rabia, Shejbe ibn Rabia ta, kush nuk do të me marë pjesë luftën, partu të jeti, ku e ki trimnin, ku e ki burnin, qërë pasunia atje, njerëzit atje, na kanë dalë fëmija, na kanë dalë në rrugë, për dojnë me na i marë pasunin, edhe i nëzistin njerëz dhe disa prej tyne i merrnin si me zarë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e kuptoi se karavani shpëtoi, mirë po gjithashtu e kuptoi se një ushtri e madhe u nis prej Mekës. Çka më bën? As nuk ishi përgatitur për luftë, me 70 deve, plus ato deve nuk ishin të luftës, të ishin kanë koalvile. As nuk i kishte thonë me Medinë kur janë dalë për Medinë se kena me shku me luftu. Po edhe nuk e kishin marrëveshjen me Medinasit që me mbrojt jashtë Medinës. Të thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam në pozicionin më të shtirin. Dul për me marrë me plaçkit karavanin e Ebu Sufjanit, ju dul luftë, edhe luftë e përgatitur mirë. Edhe me një ushtri e cila është 2 herë më e madhe se sa ushtria e muslimanëve. Plus muslimanë pa përgatit, plus nuk ishte marrëveshja që me e mbrojt jashtë Medinës. Tash pejgamberi alayhi salatu wasallam quhet edhe moni fjalim të sahabët. Qysh ka pas zakon i dërguar Allahut që me ju dhon vullnet edhe në kohë kur të krizave, në kohë të problemeve, në kohë të sfidave, të frikës. Edhe i thot, çka po ja merr mendje u burr? Çka më bën? Quhet Abu Bekri edhe fort, thotë i dërguar Allahut, na për ty kemi lënë Mekën, ne kemi bë këto, kështu që na jemi me ty. Allah i shpërbleft. Çka po ja merr mendje? Pi thot njerëz, quhet Omer i fol. Prap thot Allah shpërbleft, çka po ja merr mendje u burr? Pe lyp dikan këto pejgamberi alayhis. Mi po sum po i thot direkt çka po ja merr mendje juve, ama po e lyp mu lajmëru vet. Ka një herë, pasni, ka mos i hoxha. Do të më thon dikujt në porosi. Mirë po i vjen keq. Edhe e thot mirë të përgjithshme, tash do të më shku mendja dikujt. Që mja kry ato. Për shembull thjesht. Ka nevojë për ujë, mirë, po suni thot dikujt bëma një gotë ujë. Më ka terë fyti, ma të shta t'i shka të mend dikujt të çumër bëja ujë. Që shka i menja haxhijes, më na i prunë Allah e shpërblift. Tash pejgamberi alayhis salam pe lyp dikan këtu, po pe lyp mu lajmëru vet. Sepse kur ti thot çka ta merr mendja ty filan ai ka, mos i ngushton. Edhe quhet Mikdati, thotoi dërgoi Allahut. Allah i thot na nuk të thojmë çish i ka thonë Bene Israelet Musait, shko ti lufto me Zotin tanë, na bim masanejna. Po na të thojmë, shko ti lufto me Zotin tanë, ti për para në masteje. Edhe nëse deri në Gjidde, do në Gjidde sukonat herë, mirë po e ka përmend një vend që është në Gjidde të Sudit, ka nëse deri në Gjidde hes në masteje.
Mirë, e falenderojnë edhe me këtë atin. Shkapja mërmenja o burra, quhet që tash dikush që po e lyp pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kush ja mërmenja që quhet? Quhet njeri i madh, për arsye se në këtë pozicion po lypet dikush i madh. Quhet njeri i madh që me vdekjen e tij është dridh arshi i Allahut lartësuar, është Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh quhet dhaj duke Allahut, sikur po don mendimin ton të ansarëve, thotë po bëj çfarë të lyp. Çfarë jam të lyp hadi? Ku jeni dhe çtash? Sonë Abu Bekrin e këta unë e di që i kam për masë, këta pe mejkës më kanë orë me muë. Nuk mendoj se këta një ditë mujë më mblanë vetë, mirë po ju, që se keni pas marveshin më mbrojtë qëto. Thotë Sa'd ibn Mu'adh dërgoj Allahut. Na të kemi besu tyje, edhe na kënë nxjerrë me këtë fej prej rësires në dritë, edhe të kemi pranu, ke orë në familjet tona, edhe ta kemi dhonë besën me të mbrojtë. Wallahi thotë, nëse detit jam synë kam, as njani prej neve s'ka më këthi. Këtë kena ma fundus mas ti. Këto pejgamberi alayhi salatu wasalam kush liru. Pse? Sepse po don me i nejt fjalëve besnik. Domthon marrveshjen që e ka pas, nuk po don sahabët e ansart me detyru diçka jashtë marrveshjes. Mirë, po kur ata vetë than ha u shliru sa pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe për ata thonë Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh burr i madh. Ka qenë në çësi raste kur ka pas nevojë për iniciativa, edhe me qenë dikush i pari, Sa'd ibn Mu'adh gjithmonë e ka thyer akull. Edhe për ata është dridh arshi i Allahut kur ka vdekë Sa'd ibn Mu'adh, sipas një transmetimit, sipas një interpretimit të këtij hadithi. Mos ani lëzni sa e lexojmë në historinë e Sa'd ibn Mu'adh. Kush është Sa'd ibn Mu'adh? Çfarë më na vet neve dikush? Ka di për Sa'd ibn Mu'adh? Sa'd ibn Mu'adh disa prej neve kanë më thonë kur ka vdekë o dridh arshi i Allahut. Më shumë diçka, këtë burr kaq të madh, pse se bojmë pjesë tjetës tona? Apo na kanë dalë për para do tiktokera, do youtubera, do çesi që s'dalon më po Sa'din. Ja për ata vëllezër Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Abi Waqqas, këta tjetër, këta njerëz që duhet me qenë prezant në jetën tonë vëllezër. Që kur të vetë dikush kush është Sa'd ibn Mu'adh, gjomë u përgjigj. Mos mendon dikush që është ndaj lejtari në për ekipet dikon të Evropës. Sepse lejtarët i kemi mësu krejt. Edhe qash në ka mashtru shejtani kjo musliman. Jamon me men emnin, e ku transferu, e për kujt sa ka me nejt, e sa e ka marveshin, e sa pari fitan. Çka të bojmë bedovi këtu, o musliman? O vlojem, pse beranën me murën tonë? Pse beranën me murën tonë me kësisene? Pse nuk ishtin Sa'd ibn Mu'adhin këtu? Edhe me thonë, her pas here, kur të më rish në për situatat sikletshme, mirë, qa kish bo Sa'd ibn Mu'adhi këtu t'i shkon? Qa kish bo Sa'd ibn Ubadah? Qa kish bo Abdurrahman ibn Awf e tjetër? Pse si bojmë pjesë tjetës tonë? A dini që ekziston një libër shqip, fragmentin nga jeta sahabëve. Kush për neve ka lexuar atë? Unë së cili ta pyet vetën, ama kush për neve ka lexuar? Sa filozofina, sa sene po i lexojmë? E sa postime, sa sene në për rrjetet sociale dhe vjen pastaj e pyet hoxhën, apo çka e vërtet? Jo. Ku e gjete? Rrjetet sociale. Po pse Allah po lexon gjithçka? Po pse be pelodh vetin me gjithçka? Pse se merr historinë e Sa'd ibn Mu'adhit me lexu? Edhe me këshir ku shkon kënjeri. Do të çaq shumë sa që krijesa më madhështore, që është mas njerit në këtë gjithësi, edhe me laqeve, arshi i Allahut, edhe që është më e madhja, është dridh. Mirë, Sa'd ibn Mu'adh ja thotë këto fjalë pejgamberi alayhi salatu u siguru që i ka këtë njerëz me veti. Edhe tash filloi më u përgatit. Prap s'po rrin dur krysh pejgamberi alayhi salatu. Prap po e vëzhgon situatën. Rrethit çka po sillet. Sa janë mushrek, sa janë armatës, sa janë të gatsh, edhe e merr Abu Bekrin edhe fillon me dal. Rrethit aty mos po e takan dekan. Edhe e takoi një plak. Plak i cili ka ditë me bë matjen e distancave në atë kohë. Edhe i thot atij plak, i thot, a ke dëgjuar thot që ushtria e Mekës, mushrek kurajshetët janë nis një ushtri prej Mekës në çet ditë, edhe dojnë mu konfrontu me ushtrinë e Muhamedit Medine. Thot po komni. Thot nëse ushtria e Muhamedit është nis prej Medinës në çet ditë, ku kam rrisat? Sot ku do të më kanë ajo? Thot jo, se u kallzoj këtu. Më tregoni herë jo kush jeni tani në tregoj. Thot tregon atë një herë tani na kallzoj. Thot nëse është nis çet ditë ushtria e Medinës, sot do të më kanë këtu edhe atë jep pozicionin ku është ushtria e Medinës sakt. Mirë, pejgamberi alayhi salatu po ja bën si provë këto që me marr vesh tash ku është ushtria e Mekës. Thotë nëse ushtria e Mekës është nis çet ditë ku është tash, thotë çet pikë është. Mirë, bukur. E morr vesh. Thotë tash apo më tregoni kush jeni jo? Thotë pejgamberi alayhi salatu mina prej ujit. Min al-ma. Arabisht thotë min al-ma. Do të prej ujit, njëri ka prej ujit.
Në mos serren, mirë po s'do me tregu kush janë. Thot prej ujit, hesi pejgamberi alayhis salam, prej ujit, ujit i Irakut, ma ujit i Irakut, apo ma i Nejdit taku. Tash ai mundohet me gjetë se ku i bjen ky farveni uji. Mirë. Pastaj pejgamberi alayhis salam po i nxit sahabët edhe shpirtërisht, edhe po i forcon edhe shpirtërisht që mu ballafaqu me armikun, sepse nuk kishin përgatitur me luftu, po edhe është lufta e parë, betejë e parë që do të mu ballafaqu. Mos pedim hala, se lufta e Uhudit është ma e lehtë kur t'jen. Me për lufta e Bedrit e para, kur s'kina luftu, plus shumë prej atyre që janë torë prej Mekës i njohëm, janë familjar, e se dihet tash që shpolujnë puna e emocioneve kështu. Edhe pejgamberi alayhis salam i nxit, vazhdimisht, ju fol ju monders deri sa të vjen nota e 17 e Ramazanit, që i bjen nota e të premtës. E këtu sahabët të luftat e vendi i Bedrit, ku janë kryet e Bedrit, kryet kanë qenë aty, i kapin dy persona, të cilët ju kanë bojt ujë mushrikve. Mushrikët janë afru shumë afërt. Edhe e i marrin pejgamberi alayhis salam është u fal. Edhe bin ata, thot për kompunon ti. Thot për Mekasit e rrehin. Thot ka të drejt për kompunon, për Ebu Sufjanin. Mirë se nguci. Tash pejgamberi alayhis salam jep selam. Thot kur ju tregoj ke drejt ju e rreshi. Kur ju rrejti, e latë edhe nuk e ngosshi. Thot, këta punojnë për Kurejshitët. Janë t'ja quajnë aty. Edhe i thot atina lutë. So janë, thot, shumë janë. Kush është me ta? Thot, me ta është Ebu Gjehli, thot, Ibn Rabija, Ibn Rabija, filoni, fisteki. Thot, pejgamberi alayhis salam sahabë këthet, thot, Meka i pas kanë nxjerrë mushkërit e sajna jashtë. Kitë mushkërit janë kryesori, organi kryesori, trupit më zemë. Thot, Meka i pas kanë nxjerrë mushkërit i pas ka qitë jashtë. E kemi mundësin që tashi. Me ja këput mushkrit i dhujtarët Mekës. Thot, so janë shumë janë. Qka bojnë, thot, so deve i prejnë ditë. So të me hongër diqka ata. Thot, një dit i prejnë mam, një dit 10. Thot, pejgamberi alayhis salam, tek janë mes 900 dhe 1000 se 100 persona ju mjafton një deve me hongër. Edhe e kuptan, edhe duon sakt. Thuhet që kanë qenë 950, thuhet 970. Edhe e kupton pejgamberi alayhis salam, edhe fillon me opozicionu. Vjen Hubabi ibn Mundhir radhiyallahu anhu, thotë dërguar Allah, çit pozicion që e ke zonë çto që na renitna. Allahu të ka porositë. Don me shpallje e ki, apo ty po ta mërmene që është mas mirë. Thotë mu po më mërmene që kjo është vendi më strategjik shtu më pozicion. Thotë s'është kë. Për mendimin tem thotë s'është kë. Cili thotë është duhet me dolma atje. Edhe kryet e Bedrit me metë mrapa neve, që kur të vjen koha e luftës, na me pasuj, mushrik mos e pasuj. Ha? Mirë. Thotë është i zdin atje. Edhe fillon me idenit, aradhat, edhe me afsaktu vend. Pejgamberi alayhis salam, këtë natë, veç nota e Bedrit, me shpjegun detaje se çysh e ka shfrytzuar pejgamberi alayhis salam, duhet një ders po ku më ja kushtu. Thot Ali radhiyallahu, Allahu thot e çoj një shit madhat natë. S'mush mi kërkon me hime bos 3 vetes me shiut. Thot edhe na ulshuni gjom, kur i kum qelë syt një herë veç pejgamberi alayhis salam shkon të fal në një pemë që atje tjerë të krejt ishin shtrin për gjumë. Që ka përmend Allahu, wa idh yughashikum an-nu'as amanatan. Kur Allahu ja vçoi gjumin për mirë qetësu. Gjumin luftë, më në mend çto. Gjumin në luftë. Inshallah Allahu na përsen për luftave. Gjumin luftë është rahmet edhe forcim për Allahut. Gjumin ders është musibet. Dini këtë. Gjumë e anë dërë, sa më të marrë gjumë i dije që të ka ndodhë musibetit dhe fatkeqësia. A kur që është në luftë nëse të merë gjumë i mirë është puna. E në gjashëm me gjumin, në dërës është edhe telefoni. Telefoni që shtinë në gjumë, që shtinë atë vartëripat e vetë dhe më zisë në gjumi. E që dije, ke arë në dërës edhe telefonin në dërë, ose jetë të mëlisë e kështë dije që shejtani të të abolujnë. Të ka afru nga të dhe pse, a i son hinë mërana këtu, në rrethin e dërësit, po problemi është që nas kemi hinë rrethin e dërësit, se me telefon son hina. E me gjumë son hina në dërës. Kështu që janë në dërës, qelu dërësit. Edhe mundohu më koncentru dhe me dëgju dërësit. Thot Ali radhiyallahu kështu pejgamberi alayhis salam të natën është fol. Edhe të nesin të sabah, i ka marrë sahabët edhe tash po i përgëzon sahabët, edhe pje vullnet. Thot qëtu ka më vrojë Abu Gjehli, qëtu ka më vrojë Shejbe ibn Rabija, qëtu ka më vrojë Utbe, qëtu Velidi, qëtu pe i përmen në vendat se ku kanë më vrojë mushrikët e Mekës. Tash pejgamberi alayhis salam pja vjep një vullnet tyne. Domthon kokat kryesore tyne pas kanë më vrojë, po thej kanë ata.
Po thejkan, për arsye se kokat kryesore vritën. Edhe i radhit në Safa. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mo Safa, sikur se Safat namazit. Bile, ka unë një transmetim që edhe me shtagi ka shtit disa ka unë tehin më mrena. Keni po kur renitmin në saf namazit, që imami kthehet gjithmonë edhe drejtoni Safat. Nashta dikujt ju ka bo monoton kë. Edhe u shtlu edhe u 100 herë të na thon drejton. Wallahi 100 herë ka thon pejgamberi sa drejtoni Safat. Sepse safin e drejt Allahu e dën. Bile ka unë transmetim Allahu nuk e këshyr safin që nuk është i drejt namaz. E tash në luftë, ku nuk jemi në safa njëjtë, nuk jemi drejt, atër ka mundësi me në arë shejtani, me thonë qëraj ma për para, që kjo ma për mas, po do me ikë, po do me pështu, po do në jo drejt jemi këtë barës. So që, ka ardhë një transmetim, i cili nuk është shumë i fort, po ka qenë një person me emrin Sawat. Edhe tu i drejtu safat për Amberi alayhi salatu wasalam, atë i kam shukon, një më mrena. Edhe të dojdu me Allahut, unë vrojte, më dhimti. Pejgamberi alayhi salam në luft mirë, por nuk po dënë që me hinë hak dikuj. Thot, shumë të vrojtja, shumë dhimtja, po, thot, merr hak, shumë ati mua. Thot, po ti ma më shuve muë për funi këmishës. Ti ma më shuve muë për funi këmishës, ndërsa ti e ki këmishën. E qënë pejgamberi alayhi salam këmishën. Thot, qëmë shumë. Drejt, në likur, që është të më shuve, ma më shumë ati. Edhe qëtë kësa vadi e ka pejgamberin alayhi salatu wasalam e përqaf në barkun e ti, e thëto se vadi, që ka bënë e kështu? Thotoj dërgore Allahot luft është kja, bënë aki desin, vritën. E dashta që njerin e fundit që e prejki, lëkurën e fundit që e prejki me qenë lëkura jute. Kjo të regon dashurin që e kanë pas sahabët për pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe nuk kanë pas diçka më të shtrejt në dynjat që e kanë lanë, nëse kish me vdek dikush, nuk e ka dhim diçka më tepër se sa jeta me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pastaj njëri prej sahabëve, Umair ibn Hamam, e dëgjon pejgamberin alayhi salatu wasalam të thonë, çunun në xhenet kush po do me hi. Ke për sahabët të shkon. Thonë edhe pse sahabët janë përgatitur dhe kanë ditë xheneti, edhe janë ardhur për me luftu. Mirë, po prap ka nevojë me nxit. Prap ka nevojë me nxit emocionet e njerëzve, kështu. Thotë çunun në xhenet kush po do me hi. Edhe ky Umairi thotë xhenet, bakhin ya Rasulullah. Bakhin është një farë shprehje që thuhet, më nuk është shumë e lëvduar, por ka thonë pa kontroll. Të më ka dalë hej, premea është shtua, të më qëtu para fërseshtë. Thëtoj dhe në gjenetin, i këshirë hurmat. Ti hamër hurmat, para se me hinë luft, pak para se me hinë luft. Ti hamër hurmat, ti se ti hajë, qëto hurma, jetë e gatësht, sot bres për me hinë gjenet, i gjunë hurmat. Edhe jam synë venit, ku i ka caktu pejgamberi alayhi salatu wasalam. A dikush është ky person vëllazë? Ky person është ensari. Do të thonë i ka mundemi me thonë 15 muj ose 16 muj që ka net me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Për 16 muj e ka kuptuar se nuk ka diçka më të madhe se sa xheneti për ta. Mund është eduku për 16 muj. Edhe ka bëu xhenetin më të madhin, qëllimin edhe synimin më të madh se gjithçka tjetër. Madje edhe hurmat që ka pasur dorë, që ka mujt me hangur që ato ju kanë duk gat nëse i hanë për me mritit e xhenetit. Për 16 muj vëllasi. Na i bojmë 16 vjet, a e kemi xhenetin më të shtrejtë. Sot më na thonë dikush, çunë vëllazë, çunë se kemi nevojë për një ndihmës, kemi nevojë për një sadak, kemi nevojë për çështë, çumi, kanahum yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Ka thënë Allahu sikur me thirr me bodek, adam vdek. Pse s'ka ndodhur kjo? Ose pse s'po ndodh kjo? S'po ndodh vëllazë për arsye se nuk jemi duke u marr ushqimin që duhet. Për 16 muaj ka bëu xhenetin gjithçka. Gjithçka kalon në Medinë, s'ka ardhur për me vdekë në luftë. Ka ardhur për me marr pasuni. Po ju ka ofruar mundësia me vdek, pe harron shtëpinë, pe harron familjen, kur ju ka përmend xheneti ka harruar gjithçka. Edhe hurmat ju kanë duk tepër. Edhe hurmat ju kanë duk që po e vanojnë për me hinë xhenet. Se lema punë të tjera. A ky sahabi për 16 muaj e duku kështu, ndërsa neve sa na duhet për me qitë xhenetin shenjë kryesore.
Shenjë kryesor që për gjithçka e synojmë, edhe gjithçka lëm për ton nëse na ngadalson për mëritaj. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ban dosh para se mu taku, domon janë momentet e fundit. Mushrikët veç i kanë zonë pozicionet e tyre dhe sahabët kanë pozicionet, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam po ban dosh. Kom. O Allah ndihmam, o Allah realizoje premtimin që ma ke dhënë, se kemi ndihmu pejgamber. O Allah, nëse që ta shkatërrohen, nëse që ta vdesin, s'ka më të adhuru kërkush më ty në tokë. E tulut, e ka pas gjybën, kreve, i ka ra gjybje. Qa është gatë që shlut, qëtë e Bubekri, e merë gjybën, edhe ja qëtë pejgamberit alayhi salatu wasallam për përmasit krevet, të oj dërguj Allah, pa e prejk. Oj dërguj Allah, thot bolë, se lutë dhejtën ma shumë, sa Allahu ka me dhe realizu premtimin, të ka premtu Allahu, ka me realizu premtimin. Edhe pastaj, zbresin ajete përgëzuse, se kanë me fitu musliman, se ju zemul gjem'u a ju allun e dubur, Allahu thot, do të mundën ushtria e dhejtarve edhe do të ikin, do të kthejnë për nga ka ardhë, del pejgamberi alayhi salatu wasallam prej tendës, mas kretë aty në duave, mas kretë aty në lutjeve, thotë se ju zemul gjem'u a ju allun e dubur, i përgëzën sahabët, kanë me humb luftën, edhe kanë me u kthy të përbuzën të nënçmung prej ka kanë ardhë. Edhe e merë një grësht dhe zalë të shkretinës, edhe i frynë qështu, edhe e gjumë. Thënë transmetuesit e ngjarjeve të Bedrit, thënë nuk ka mushrik veç se i kanë mri zallin sy, edhe ja ka turbullut pamën. Ja ka turbullut pamën. E Allah dhëtë, wa ma ramejte, idh ramejte, walakin Allah rama. Ti nuk ke gjujtë, kër i ke frynë zallet, nuk e gjujt ti, po Allahu ka gjujt edhe këtë zall e ka qodë deri në syrin e të secillit prej mushrikëve. Që do thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam kretë të tregojnë se i ka marrë sebejpët. Namaz natës të natën është folë. Të nesërmen gjitha do i ka radhit sahabët në rreshta që s'ka qenë e njoftën të arabët me luftun safa. Po ka qenë e njoftën, hajtë po sulmojmë dhe ikim. Pastaj i ka marrë gjitha informatat për i dhejtarët, se sa kalorës janë, sa ushtar janë. Edhe në fund ka beta ajo, pe i thonë Allah to Allah, realizoje e premtimin që më ke thonë. O Allah, nëse që ta vritën, nëse që ta shpartallojnë, ma s'ka dikush që të bani ibadet ty e në tokë, edhe të adhuran ty. Kanë më këthy njerëzit apet në shirkë, edhe më shirkë. Mirë, nëse këthemi të tabori ushtërisë të Kurejshve, ata kur ju kanë afru Bedrit, alo pa afru të Bedri, e kanë kalu pjesën më të madhe të rrugës, prej Mekës, edhe ma ofre kanë Bedri. I shkën lajmi se Ebu Sufjani pjo thët, karavani shpëtoj, këthen. Edhe që e Utbe, Ibn Rabia, thët, këthejve burë. Në Allah ashtu i na dol me mbrojt karavani pështoj, edhe ashtu ata që përdoj me luftu me ta i kemi familjare kështu, mos të konfrontumi, me ta ofërmi të këthejmi. Që e Abu Jahli thët, a që ka që burë jetë ja, që ka që tëtës jetë ja. Thët, vallahi, kena me shku thët në Bedr, se Bedri ka qenë pazari moqëm. Thët, kena me shku në Bedr, edhe kena me therë devet, edhe kena me hangre, me pi alkohole, me bo qef, edhe me naknu këngtarët, se kanë morë këngtarët pri Mekës, me naknu këngtarët edhe me nejt derin sabah pa flajt, masi që ta vrasin Muhammedin edhe këtë njerëz të ti. Edhe t'ju fol, Abu Jahli prapi bindë dhe nisën rrugës, edhe më rinë të Bedri. Kur më rinë të Bedri, tash po ballavaçohen dy ushtrit, edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam është i gatshëm, mushrikët anëna janë pozicionet. Mirë, pejgamberi alayhi salam është në favor. Pozicionet janë favortina se ka ujë. Plus ka mri para mushrikëve dhe i ka zonë pozitat më të mira, ndërsa mushrikët janë në anën tjetër që kanë qenë 200 kalarës, llogariti 200 kalarës me kual kanë qenë që çish më ballavaçu me to. Ndërsa sahabët thuhet që veç njëri u kanë me kali. Vetëm njëri për sahabë është kanë me kali, 70 dhe të tjerë të këmsur. Edhe thirë Utbe ose Shejbe ibn Rabia, këta dy vllazni kanë qenë kukat e dhujtarëve të Mekës. Dhe to Muhammed, po luftojmë një herë në dy luftim. Edhe i nxjerr trej, del vet Utbe, e thirë edhe vllahun e vet Shejbe, edhe djalin e vet Walid ibn Utbe.
Edhe dalin tret. Thot nxjerrën 3 burrat ju ta shohin. Domthon ky dy luftimi para se me fillu lufta gjithmonë është përdorur të kaluar në mënyrë që ai që është më i fuqishëm i dhon vullnet ushtrisë vet. Luftun 3 me 3 që 3 ton të fiton. Hajde tash luftë. Edhe pejgamberi alayhis salam i nxjerr 3 burra të Medinës, të donë Ansar. Thot Utbe, o Muhammed, i dojmë burrat e tonë, i dojmë Mekasit, le këta fëmijë të Medinës hiçi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjat muhabetin shumë i thot Hamzës, Aliut radhiyallahu anhu, edhe i thot një kushërinit vet tjetër, Ubade ibn Harith, i nxjerr të tret. Edhe secili ballafaqohet me njërin. Hamza e vret kundërshtarin e vet në 2 luftim, Aliu e vret në 2 luftim radhiyallahu anhum, ndërsa Ubade ibn Harith për shkak të moshës edhe e plagos Velidin, edhe Velidi e plagos këto. Pastaj Hamza edhe Aliu radhiyallahu anhu dalin i ndihmojnë edhe i vrojnë tret i dhujtar të vritën, ndërsa kënena plagoset vetëm njëri dhe e marrin e fusin taborin ushtrisë. Pastaj pejgamberi alayhis salam më herët u ka thonë mos të vepron kërkosh kurrë, as mos ndërmarr sulm pa i dhënë shenjën. Kur t'ju dham shenjë, kur t'ju jap shenjë atëherë e nisë luftën, edhe kur morën hujëm ushtria e dhujtarëve të Mekës me sulm, pejgamberi alayhis salam i urdhëron shigjetarët. Edhe i urdhëron shigjetarët, gjujnë shigjetarët, pastaj dalin ato që luftojnë me shtiza edhe dikur me shpata sa që përballët njëri me tjetrin. Thot Aliu radhiyallahu anhu, shumë çash e është për është bë lufta, sa që na shkojshin mas shpinës pejgamberit alayhis salam, sa i hap rrugën. Edhe pse s'ka vrarë kërkan, edhe s'ka myt kërkan. Sepse nuk do të thotë që kur lufton kundër dikujt do të më vrap patjetër. Mirë po, do janë disa gjëra të cilat nuk ndonë pa luftë, e pejgamberi alayhis salam do të na i hapte rrugën. Edhe ai na prikaj për para neve na mastina. Derisa ndodhe që ndodh luftë, edhe ndodh diçka që s'ka ndodh kurrë më herët. Është lufta e parë që mellaqet vinë marrin pjesë aktive në luftën e muslimanëve. Edhe Allahu në surën Bakara dhe surën Al Imran thot kur ti ju thësh atyre se ju mjaftojnë 3000 mellaqe me armë luftu me juve, sa ata kanë thonë pak. Ata ja kanë thonë jemi pak. Do ta ju mjaftojnë 3000 mellaqe. Pastaj Allahu përgjigje, thot bela in tasbiru wa tattaqu. Përkundrazi, nëse bëni sabër, edhe jeni të devotshëm, Allahu ja fshan 5000 mellaqe. Çfarë doni? 5000 tjerë keni ushtar. Spesheni mirë, po janë me juve. Kështu thotë në surën Anfal dhe në surën Al Imran. Mirë, e përmend disa dietar pse Allahu më çu mellaqe këtu. Gjibrili me një krah. Dhe si pas preki kish fshin krejt. Pse më çu mellaqe? Shpjegimi më i arsyeshëm është se Allahu ka dashur që kjo luftë me met mes njerëzve, njëri. Edhe me luftu pejgamberi alayhis salam me ushtarët e vet direkt. Ndërsa me lashët mi pas vetëm mbështetje në rast nevoje. Mi pas mbështetje në rast nevoje. Përndryshe lufta është dashur më bën njëri me njëri. Edhe nesër kur të vjen rani muslimanë me bolla faqu me lufta, mos më thon valla na sun luftojmë se pejgamberit alayhis salam i kanë ndihmuar me lashët, ka luftuar me lashët, neve s'na ndihmojnë me lashët, ne jemi vetë kështu. Edhe pejgamberi alayhis salam vetë ka luftuar. Domethënë vetë kanë fjalën pa me lashët, edhe me shokët e vet, mirë po me lashët i ka pas ndihmës dhe i ka pas mbështetës. Sa që e përmendin Abdullah ibn Abbasin këtë luftë s'ka marrë pjesë, u kanë i vogël. Mirë po, pastaj i kanë tregu. Thot njëri prej sahabive, thot e komponi ushtar përpara meje, mushrik i cili ka ra për tokë. Ka ra për tokë edhe shenja të shpatës në fytyrë. Thot masaneje kom një zot u thon aqbil hayzun. Hadi kënejna hajzun, kërkush se ka pas amin për sahabe. Vinte pejgamberi alayhis salam, thot o filan atin, këtu janë me laqet e qiellit të tretë, janë kanë të luftu me juve. Këtu janë me laqet e qiellit të tretë që kanë luftu me juve. Ndërsa transmetimi se shejtani iblisi ka marrë pjesë në këtë luftën e Bedrit fizikisht, është i dopt. Që e përmend disa transmetime historike se u paraqit formën në Soraka ibn Malik, pastaj ka ikë për drejtim detit kur i ka pa me laqet, transmetimi është i dopt. Po shejtani para se me një luftë ju ka thonë se o inni jarun lakum, unë jeni më ju mështjani. Ju vini një luftë. Edhe mund keni, edhe keni ushtrin teme mirë, po si ka bë puna s'ka, si ka shku minimu shejtani. Pasi që mbaron lufta, sepse zhvillimet janë të shumta, koha po isën shpejt, pasi mbaron lufta, mushrikët
e fusin bishtin nërkom, edhe nisën për Mekë, të poshtrum, të humbur, me disfat, 70 të vromi kanë lanë fush betej, edhe 70 i ka zonë rëbë pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe sahabët gjallë. Edhe tash ata të 70 i kanë mbledhur të vromit, edhe i kanë gjujt me një pos, me një bunar i cili s'ka pas ujë. 3 ditë kanë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë fush betej, mas 3 ditë ka shkuar dhe ju ka thonë atyne, këtu ka qenë Abu Jahli, ka qenë këtë qëta kukët. Ka thonë, o kukët me kasë e Kurishit. Na thotë kemi gjetë ato që ne ka përmtu Allah, se Allah ka më në ndihmu, ju e gjetë ato që ju ka përmtu Allah. Thotë Omeri, oj dërgumë Allah, ti ju full trupave, të janë trupa pa shpirt. Thotë hajtë Omer se as ti nuk nin që shem të nin këtasët. E thënë djetarët që Allahu ja u ka këthy shpirtat në trup me i nin që të fjallë pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe mu dëshpru, edhe mëse pas mundësi me i këthy përgjigje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është interesant, se duket duhet me ndërprej dersin, se kemi hala zhvillime, po është interesant vrasja e Abu Jahlit. Kush e ka vrarë Abu Jahlin? Pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditë para luftës tha që tu ka mu vrarë Abu Jahli. Kush ka vrarë Abu Jahlin? Ka transmetime të shumta. Po e vërteta është se Abu Jahlin e kanë plagos ran, e kanë plagos për vdekje 2 djem 3. 2 të kanë posam një madhë. Edhe të 2 i kanë shku Abdurrahman ibn Aufit afër. Njëri ka e djotën, njëri ka e mojtën. Edhe ky ka thonë, o gjaq, cili është Abu Jahli? Thotë, çka keni ti me Abu Jahlin? Thotë, fëmijë, subhanallahu, thotë, kom vendosur me vra, sa e kom një që e ka shoh pejgamberin, edhe se kalon rahat sa kanë Mekë. Halo pa e kry muhabetin kë? Këtë thotë, o gjaq, cili është Abu Jahli? Cili është Abu Jahli se pa e vra selam? Vetë që e ka shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash pse na i shon pejgamberin alayhi salatu wasallam dikush nuk do të më shku me vrap, se këto është luftë. Unë e ka vrap për shkak se është kon lufta, mirë, po jashtë luftës ai shon, po nuk do të më shku me vrap. Ka procedura tjera. Po këtu mos është lufta këta 2 fëmijë. Edhe thot Abdurrahman ibn Auf, sa e kom po Abu Jahlin, po çaj është. Thotë ju kanë shut të ditë. Të ditë ju kanë shut se i pevroni pori. Mshaj, e kanë plagos se kanë qitë për tokë, pastaj shkon Abdullah ibn Mas'udi se duket, edhe e merr dhe e vret përfundimisht Abu Jahlin. Edhe përfundon Abu Jahli këto, përfundojnë kokat e dhujtarëve, përfundon ai tagotizmi, edhe ai rebelizmi i madh i Abu Jahlit që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thonë faraoni i këtij ummeti. Edhe më të vërtet ka qenë faraon për këtë moment. Ka qenë njeri pa fijen e shpirtit, ka qenë njeri pa fijen e njerëzisë, ka qenë njeri jo njeri. Edhe pikërisht Allahu ja ka pru vdekjen këtë fund poshtrume. Këto veç me lidhë me diçka se lafët s'po argjohen. Ju kujtuat në Mekë, kur pejgamberi alayhi salatu wasallam shkon të folë te Qabja, edhe Abu Jahli edhe kokat e mushrikëve rreth Qabës, edhe kanë thonë kush shkon, edhe i merr çdo zor devës, e ka pris devën dikush edhe i ka qit zorcet, jo dhe plancin. Thotë kush shkon i merr çdo dhe ja qet Muhamedit kur bjen në sejdë ja qet shtëpi. Quhet Uqba ibn Abi Mu'ayt, edhe ja qet. Pastaj vjen Fatimia radhiyallahu anha, vjen ndihmane ja pastron teshat e ja largon. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam mos i qohet i ngrit durt. Edhe thot Allahu alejke bi Quraysh. O Allah, ti merr hak çta. O Allah, ti merr hak tria. Kur ka filluar mu lut pejgamberi alayhi salatu wasallam, ata kanë filluar mu dridh. Se e kanë ditë që doja tina s'kthehet. Edhe ka thonë o Allah, ti merr hak në Abu Jahlin. Ti merr hak në Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ti merr hak në Shejbe, në Utbe ibn Rabi'a kështu më radh, i ka përmend 7. Thot Abdullah ibn Mas'udi, i cili e ka përcjell këtë ngjarje pe larg. Thot mua zemra mu diqte. Flok zemra mu diqte se s'kisha mundësi me shku me ndihmu pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po e vështroj ngjarjen pe slartit. Thot i kom dëgju të i përmend këta 7 emra, bilet 7 thot e kom harru. Ai fargjendi ka qenë tepër që i ka mojt men këta. Thotë në luftën e Bedrit 8-7 i kom po të vro. S'ka shku kohë e gjatë, Allahu i ka bo haloq. Mirë, kjo është pjesa e parë e luftës së Bedrit, pastaj vazhdojnë ngjarjet pas betejës, janë disa ngjarje interesante, mirë po i lëm për dersin tjetër, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.